Miq të dashur të Pik Podcast, përshëndetje. Jemi edhe në një emision të radhës në ora 24.tv dhe almakos.com, ku do të flasim për zhvillimet më të fundit në skenën politike shqiptare dhe sidomos në Vlenë. Kam dënë që të kem deputetin dhe përfaqësuesin e Lëvizjes Vetëvendosje, Bekim Qoku. Deputet, përshëndetje dhe mirëse. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çka ndodh në Vlenë? Në Vlenë ndodh ajo që ndodh shqiptarëve në përgjithësi historikisht, që është një lloj betejë e përhershme politike historike. Dhe shqiptarët, siç duket, nuk janë mësuar të jenë kur rahat, e ta çojnë një vijë ngjarje të rrjedhat historike, kështu që u duhet pak rëmuj. Janë më rahat, janë përshtaten më mirë në ujërat e turbullta të notojnë sesa në ujërat paqta e të qeta. Jemi më rahat kur nuk jemi rahat, a? Jemi më rahat kur nuk jemi rahat, ashtu është. E thënë më mirë. Vjen mirë që nisëm kështu direkt me dinamik, po tash dua me vërtet t'ju pyes ta marr një mendim pak më gjë nga ana juaj. Ne e dim qëndrimet e 3 ose respektivisht 4 liderëve tjerë brenda Vlenis rreth asaj se çfarë ndodh me Aleancën për shqiptarët si pjesë e koalicionit, pse deklaratat e qëndrimet e ndryshme a duhet del prej qeverie, a duhet të mbetet në koalicion ose jo zoti Taravari. Si mbas jush, pse erdhi deri në këtë çarje të Vlenit? Shumë vetë më kanë pyetur, në fakt. Të gjithë kërkojnë një lloj shpjegimi, kërkojnë një lloj arsyetimi, një lloj shkakësie. Edhe është normale që kur ndodhin kështu gjërat më të mëdha, zakonisht njerëzit priren edhe nga shpjegimet konspiracioniste, duhet të ketë diçka shumë të madhe që ndodhi kjo që ndodhi. Por vërtet është pak e papritur, është pak e pakuptimt, është pak e pashpjegueshme. Por ajo që është e rëndësishme që të dihet është që ndodhi. Si thënë, pa marrë parasysh shkakësinë e arsyet pse, kjo që ndodhi, u konstatua një bashkëpunim i Arben Taravarit, edhe ai vetë konstatoi me Ali Ahmetin, me BDI-n, një lloj komunikimi që ai ka pas në vazhdimsi. Edhe kjo ishte për Vlenin e papranueshme, për pjesën tjetër të Vlenit ishte e papranueshme, edhe ndodhi që kjo që ndodhi. Pastaj erdhi puna e zgjedhjeve lokale, bisedimet, edhe ne në përgjithësi, për shkak se kur i dim si funksionojnë shqiptarët, e lam që sa më shpejt ta mbyllim si proces. Pra të jemi të qetë e të shkojmë mendje mbledhur drejt zgjedhjeve lokale, kështu që i përshpejtuam proceset tona se si t'i qasem i zgjedhjeve lokale, edhe kjo e nxori në pah këtë problematik me Arben Taravarin, edhe ndodhi ja këto që i dim ne. Ka një lloj çarje aktualisht në Vlenë, e padëshirueshme nga gjithë, jo vetëm nga Vleni, po sidomos nga shqiptarët në përgjithësi. Unë e kam thënë edhe përpara edhe them edhe tani, që Vleni është për mua, ka qenë edhe mbetet një nga projektet më të maturuara, më të pjekura politike në gjithë trojet shqiptare, sepse ishte një model i jashtëzakonshëm politik, nga këto shqiptarë që ne diskutojmë që janë më primitiv, më inferior në politik, arritën të bëhen bashkë disa subjekte politike, ta ngrenë një projekt politik shumë të mirë, shumë qëndësishëm, dhe u bë model gjithandej. Pra, një lloj suksesi i Vlenit është storje suksesi jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por për gjithë shqiptarët tanë mban, madje edhe për rajonin, pse jo, ku disa parti mund të bëhen bashkë nëse shohin një lloj arsye pse të bëhen bashkë, për t'i kundërvyer disa politikave që kanë qenë teje të dëmshme për vendin, për qytetarët, në përgjithësi. Kështu që prandaj po them, ajo Vleni është storje suksesi, mbetet storje suksesi, dhe çdo përpjekje për ta shkatruar këtë storje suksesi është shumë dashakeqe. Nga kushdo qoftë që vjen, qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda. Ju tani
Me të vërtetë ndoshta duhet ta them pak më troç, si përfaqësues i vetëvendosjes, më them edhe ju personalisht si Bekim Qoku, por edhe si përfaqësues i vetëvendosjes, keni kontribut veçantë që u arrit ajo histori e suksesit që ju e quani si histori e suksesi. U bë unifikimi me, si ta them, edhe me mbështetje shumë të madhe, por edhe në patronatin e zotit Kurti, kryeministrit Kurti e kështu me radhë. Megjithatë, prandaj po ju pyes edhe kaq drejt për shkak të kësaj që e parafrazova se a është çarja, a vjen si rezultat i apetiteve individuale të përfaqësuesve brenda Vlenit ose edhe të subjekteve të caktuara brenda Vlenit. Ose po ka ndonjë qëllim tjetër më të madh. Pra unë dua t'i rikthem shpjegimin se ne kërkojmë vazhdimisht arsye. Në fundin ndonjëherë arsyet janë edhe të parëndësishme në qoftë se ngjarja ndodh. Se në qoftë se ndodh diçka, edhe shpjegimi zakonisht është për ta kënaqur një lloj, se njeriu priret për t'i dhënë shpjegim gjërave. Unë kërkoj domethënë po ala barrën më të madhe të juve në atë aspektin që ju keni qenë njëri nga iniciatorët dhe nën patronatin edhe të partisë që e përfaqësoni që të bëhet Vleni dhe tani po për çfarë kërkojmë, prandaj kërkoj një përgjigje më konkrete nga ju. Qartë, është legjitime të kërkohet një shpjegim pse një projekt kaq i mirë, kaq i bukur për shqiptarët, kaq politik, kaq i dobishëm, edhe në kohë dhe në hapësirë, në momentin e duhur u bë, edhe natyrisht u bë edhe me ndihmën e jashtëzakonshme të vetëvendosjes, si atje në Kosovë, po edhe elementeve të vetëvendosjes këtu në Maqedoni, sepse vetëvendosja është një fenomen i ri, domethënë është një fenomen edhe rajonal, po madje edhe më gjerë, ku një subjekt politik qeverisë me duart pastra lufton korrupsionin, lufton të vjetrën, sjell diçka të re, i sjell politikës, është bën model vetëvendosja në rajon se mund të qeveriset edhe pa u korruptu, edhe me politika racionale e kështu me radhë. Kjo lloj fryme natyrisht, domethënë, është thënë edhe është thënë, u përpoq të mbillet edhe këtu në Maqedoni. Edhe vetëvendosja, roli i saj neutral ishte edhe në aspektin që hoqi dorë nga pjesëmarrja në ekzekutiv, do thotë neve vendosëm mos kemi pjesë e ekzekutivit, pra kur u bëm bashk që ta bëjmë Vlenin si një lloj projekti politik, ne tham, okay, nuk kemi nevojë të jemi në ekzekutiv, do jemi brenda Vlenit edhe do garantojmë një lloj unifikimi, një elementin ose komponentin që është ngjizës në Vlen. Kështu do jemi neutrale dhe pa anshëm ka shi gjithë partive politike, të cilat kanë strukturat e tyre, edhe përgjigje pyetjes, domethënë a janë apetitet individuale, duke e pas këtë lloj pozicioni neutral, parimet ose apetitet individuale do ishin më të besueshëm, më të besueshëm për të qenë i barabartë ndaj të gjithë dhe me të gjithë, edhe për të dhënë kontributin për ta ruajtur këtë unifikimin, edhe vazhdon vetëvendosja ose në këtë rast unë që të bëj çmos, edhe kam bërë çmos të ruaj unifikimin në Vlen, sepse as personalisht nuk kam pas ambicie, as si subjekt nuk kemi konflikt interesesh në ekzekutiv, as me punësime, as me tendera, as me asgjë. Jo, unë e përsërisem, më shton disa herë, po e them për herë të parë në publik tani këtu, me ty, që edhe deputeti, pra oferta për qenë deputet më shumë është bë me dëshirën e Vlenit se sa me dëshirën time apo të vetëvendosjes. Pra unë si kandidat për deputet më shumë më është kërkuar se sa kam kërkuar. Në fakt nuk kam kërkuar, nuk kam dashur të jem pjesë e listave për deputet. Më është ofruar edhe më është insistuar që vetëvendosja të jetë, pra elementi vetëvendosjes të jetë edhe de facto jo vetëm nga larg, nga jashtë, po të jetë edhe brenda Vlenit, dhe unë e pranova më shumë si detyrë, si detyrim pozitën e deputetit, se sa si një lloj privilegji apo kërkese imja. Këtë po e them për herë të parë këtu, se më është bërë shpesh kjo pyetje jashtë publikut. Edhe ky lloj pozicioni im neutral i paanshëm ka ndihmuar që të kem një lloj besueshmëri, jo vetëm unë, po vetëvendosja. Edhe kryeministri Kurti e ka pas këtë lloj, si ta them, këtë lloj roli neutral në Vlen, edhe i ka ndihmuar Vlenit. Por tani ato lufta brenda partive është normale.
që secila Prandaj do një vlerësim më Po, drejt për po, nëse mund na jepni. am- Janë apetitet individuale të një lideri ose subjekti ose janë parimet? Parimet politike. janë në përgjithësi janë nga gjitha anët mund të jenë. Pra edhe dua të insistoj ke ideja që nuk mund të kemi një lloj kauzaliteti, një lloj shkakësie e veçantë pse ndodh kjo që ndodh, po mund të jenë shumëta, mund të jetë ambicjet individuale, mund të jetë grupore, mund të jenë partijake, mund të jenë presionet nga jashtë, mund të jenë shumë arsye. Problemi është që kjo ndodhi, për mua është problem që ndodhi. Domethënë, pa marrë parasysh pse ndodhi kjo që Vleni psoi një krizë, një çarri me Arben Taravarin, po them kushtimisht dhe nuk them me ashën. Tani a mund të restaurohet, a mund të nuk jam shumë i sigurt. Zoti Gjoka, e di pse u parashtrova pyetjen, sepse pikërisht nga vendi ku jeni ulur ju, diku 2 javë më parë ishte zoti kolegu deputet Riyad Shaqiri dhe duke shpjeguar mënyrën e negociatave brenda grupit parlamentar të Vlenit për ndarjen e komunave, listave të këshillave vendore kështu me radh, tha se një farë lloj mosmarrveshje ka ardhur pas një refuzimi tuaj të një propozimit për ndarjen e komunave dhe një propozim i ri juaj. Po. Do të thonë Po. Kjo ishte një farë lloj adresimi drejt për drejt si nga zoti Shaqiri ndaj jush se ju duket dashur t'ju fajsoj në këtë sipërçarje. Të paktën unë kështu kështu e mora. Një shpjegim për këtë. Prandaj u bora dhe insistova për përgjigje të drejt për drejt edhe tek pyetja paraprake. Po, që themi siç nuk vjen keq nuk e kam pa atë pjesë, por ajo çfarë mund të them është kështu që grupi parlamentar i ASH-s mori një nismë në krye me deputetin kolegun Riyad Shaqiri për të ardhur me një ofertë, për të ardhur me një propozim për si ne thënë ndarje komunash. Pra cila parti, cilën komunë. Cilin kandidaturë po, pra cila kandidaturë e kujt partie do e ketë në cilën komunë. Kjo ishte e gjithë ideja. Pra ne e quajmë shkurt ndarja e komunave, si thon. Ashtu. Dhe ishte një ofertë shumë e mirë, për me thënë të drejtën. Problemi ana e pasinqert e kësaj oferte ka qenë që do të ketë pas një lloj marrëveshje që të shkohet me lista të ndara, pra si e them, vendimi lista për këshilltar komunal, domethënë për të shkuar me lista të ndara është marrë paraprakisht ndërsa deputetët erdhen me propozim me shkuar me listat përbashkëta. Domethënë aty ku është dallimi, si e them, aty ku është sebepi kryesor që o bë ndarja, krizma, çarja në Vlen, është sepse Aleanca ka insistuar gjithmonë të shkohet me lista të veçanta, sepse ka pretendu si partia më e fuqishme brenda Vlenit, mund të ketë më shumë këshilltar në për këshillat komunal, sesa në qoftë se ajo garon bashkë me 4 partitë ose 4 partitë e tjera. Dhe u dëshmu që oferta ka qenë e pasinqertë dhe e pa drejt, kur në fund, domethënë, edhe pse aty bisedohej për listat përbashkëta në kuvend, në 2 takimet që e bëm, vendimi përsëri ka qenë që të shkohet me lista të. Domethënë tjetër propozime dhe vendim grupi parlamentar tjetër zoti Taravari? Po, tjetër ose kryesia e partisë po, pra Taravari e kishte marrë më vendimin për me shku me lista të ndara, ndërsa deputetët i nisi në bisedime të shkojnë me lista të përbashkëta, ku ishte një ofertë, po them, një propozim shumë i mirë. Do të thotë 40% ose ma vonë u bë edhe 50% e këshilltarëve në për listat i takojnë partisë e cila propozon edhe kandidatin, sepse kandidati duhet të ketë, a kupton, që ishte shumë e mirë. Edhe këto disa drejtor në për kompani komunale, pushtetin lokal, kryesuesi i listës, shumë gjëra ishin, domethënë ishte një lloj kombinimi që vërtet ishte shumë i mirë. Mirë po siç duket, domethënë ka qenë paralel, pra nuk ka qenë në bisedime tjera ku Riyadi nuk mori pjesë, po merrnin pjesë kolegë tjerë, aty nuk diskutojmë për lista të përbashkëta, po diskutojmë vetëm për lista të ndara.
Pra, në shku me listat ndara edhe që u bë sebepi kryesor që, po problemi më i madh është, do thot listat ka mundësi që të kenë një lloj preteksti, po them mbase mund të ketë qenë një lloj preteksti për me shku vet një farë mënyrë, me gjet sebeb me shku vet, sepse problemi më i madh në fakt në çarjen e Vlenit këtu është komunikimi dhe bashkëpunimi i zotit Taravari me Aliametin pas shpinës të Vlenit. Pra, ky ka qenë pengesa e pakapërcyeshme për Vlenin. E pakapërcyeshme, t'i lëm gjithë ndarjen e komunave, e listave, ky bashkëpunim, ky lloj komunikimi me Aliametin, me muaj përpara, jo tani kur kjo e listave mund të jetë tani lista ndara, po është fare e parëndësishme, kur ne kuptojmë që Arben Taravari ka pas bashkëpunim që e ka deklaruar edhe vetë me Aliametin fshehurazi, pra në mënyrë sekrete, ka pas bisedime me Aliametin, edhe ka pas edhe bisedime rreth ndarjes të komunave me BDI-n. Pra, ma e papranueshme dhe ma shkelje më flagrante e parimit, e bashkëpunimit, e qënësisë të Vlenit ka qenë kjo. Këta tjerat pastaj janë dytësore, se këtu edhe mund që është një gjutë përbashkët, se në fundit mbas edhe mund të ishte një zgjidhje, Aleanca shkon me listat e veta, pjesa tjetër e Vlenit shkon me listën e vet, ama kjo nuk ka përcehet, kjo nuk ka përdijet. Sipas jush pse duhet, në fakt pse është ky hapi i zotit Taravari, po marr mendimin personal tuaj për komunikim me zotin Ahmeti, edhe për bashkëpunim me zotin Ahmeti. Është enigmatike, pa kuptimt, e pa shpjegueshme. Ai mund të di arsyet vet, duhet pyetet ai. Për ne është një tronditje. Domethënë edhe një herë tronditje e madhe, duke qenë, apo thon. Okej, pse duhet të jetë tronditje për shembull bashkëpunimi me një subjekt me një subjekt tjetër pavarësisht pozitave në pushtet opozite dhe qartë, absolutisht, domethënë nuk se ka bashkëpunime me gjithë, po edhe një herë. Domethënë ne e kemi cilësu kategorizu BDI-n si një parti jashtëzakonisht të korruptueshme, të korruptueshme, edhe të dëmshme aktualisht tani. Pra ne kemi të bëjmë me një subjekt politik, që është thënë edhe është tërthën, ku është plot me figura kryesore kyçe në për listat zeza, me pati penale, me njerëz në arati, me korrupsion, me çfarë s'ka, me betere të ndryshme. Tani ti të bashkëpunosh me këtë parti, me këtë subjekt politik, plus fshehurazi, se është në rregull, ti mund të bashkëpunosh, po ti ke dhënë, domethënë, ke bën një beslidhje me 3-4 burra. Dhe këtë lloj beslidhje pastaj fshehurazi shkon edhe komunikon në thojza me Hasmin, domethënë fal cili ti e bër bashkë për ta luftuar sepse ka bërë gjithë ato dëme, kjo nuk funksionon, se është shumë legjitime të bashkëpunojmë me partitë. Unë për shembull them, edhe kemi thënë, në për komunat e caktuara, tasëm në Kërçov, në disa në Çashk, në disa komuna, ti do bashkëpunosh me gjithë faktorin shqiptar. Mi po do bashkëpunosh si Vlen, me mandat të Vlenit. Pra, në Kërçov do caktonim një njeri nga Vleni, do e mandatonim të shkonte në zyrën e BDI-s, ose të vinte ai në zyrën e BDI-s, edhe bisedojmë si t'ja bëjmë me Kërçovën, si t'ja bëjmë me Çashkën, si t'ja bëjmë me Ohrin, Manastirin, Resjen, me listat e përbashkëta, Dondenin. Në këto zona, mi po të mandatonim njëri, edhe dhe i bënim hapur, dhe dinim gjithë. Jo mrapa shpinën. Mund të elektrizohet edhe opinioni më mirë, opinioni shqiptar. Absolutisht, kjo është shumë gjë normale. Pra bashkëpunimi me BDI-n, me gjithë faktorin shqiptar, duhet bëj, në mirëkuptim, duhet bëhej në marrëveshjet plot, edhe në pajtim plot me parimet e Vlenit, se ti je brenda një beslidhjeje. Kështu që po jo ti të bësh, në hesap tënd brapa shpine, edhe ta kuptojmë me muj përpara. Domethënë këtë lloj bashkëpunimi me një parti siç është BDI-ja aktualisht. Kështu që është enigmatike, e pashpjegueshme, absurde, e panevojshme. Kështu që tash nëse mund të hapim një për këtë pjesë një konstatim tuaj personal,
A do të thotë që përfundimisht janë ndarë rrugët mes Vlenit dhe Taravarit, dhe zotit Taravari? Unë nuk dua të besoj, unë edhe një herë vazhdoj. Tash do të thirremi qëndrimeve të Po. atij, akuzave që i bën ndaj tij, deklaravatave edhe të liderëve tjerë të Vlenit, zotit Mexhiti, Kasami, edhe Ibrahimi e kështu me radhë. Shve, secili ka një gjykimin e vet, por unë edhe një herë si palë vetëvendosjes, e pa anshëm, megjithatë nuk dua të heq dorë, sepse Aleanca për shqiptarët ka qenë një komponent shumë i rëndësishëm edhe kemi bërë bashkë këtë ndryshim. Pra ka një merit të Aleancës, siç ka një merit të BES-s, të Alternativës edhe të LD-s brenda gjithë Vlenit, pra kjo është një betejë e përbashkët e gjithëve. Edhe nuk është mirë të hiqet dorë ka shkollaj, edhe nga Aleanca për shqiptarët, sidomos nga kjo aleancë, e cila në momentin e duhur diti të bëj zgjedhjen e duhur. Pra në momentin kur një pjesë shkoi te BDI-ja, domethënë kjo pjesa tjetër me gjithë elektoratin më të shëndosh të aleancës, zgjodhi domethënë këtë Vlenin për ta bërë betejën kundër një strukture kaq të dëmshme, të korruptueshme siç është aktualisht kjo BDI. Pra nuk është mirë edhe është mëkat që të heqim dorë kaq shpejt nga kjo aleancë për shqiptarët, e cila në vazhdimsi ka qenë, është thënë deri tani, në vazhdimsi ka qenë një tabor që ka luftu, si e them, një lloj dialektike që ka zhvillu e ka ndërtu edhe fal kësajt aleance, si e them, kësajt lloj mentaliteti ose elektoratit PDSH-s, sepse kjo është, domethënë që ka kriju një lloj dialektike shumë të shëndosh politike në taborin shqiptar, ku gjithmonë është dashur të kemi dy palë, një PPD, një PDSH, të dy mentalitetet e aleancave aktuale, sepse keni qenë. Kështu që është shumë e mirë, është shumë e shëndosh, ka kontribuar në shëndoshjen e politikës të taborit shqiptar në Maqedoni. Edhe këtë ta tresim tani për një vendim, për një lëvizje të gabueshme të dikujt që se ka menduar mirë, domethënë këto lloj, se ka menduar mirë, pra jo. Megjithatë, mbas gjithë këtyre akuzave, a mund të ketë më besim mes liderëve të Vlenit? Unë nuk them që ka akuza të rënda. S'ka as ofendime, s'ka as. Jo, ofendimesh. Tamam puna, është gjithçka në nivelin e duhur, po megjithatë, a mund, mbas kësaj çarje, mbas këtyre ja siç thoni ju, komunikimit mes zotit Taravarit dhe zotit Ahmeti, deklaratave që i kanë dhënë më liderët tjerë. Po flasim tash hipotetikisht. Po supozojmë që zoti Taravari thotë, kthehem, ai aty është, po nuk do të shkoj, do të bëjmë listat e përbashkëta, do ta gjejmë atë zgjidhjen e përbashkët dhe vazhdojmë. Mund të ketë besim të fortë mes siç ka qenë për shembull në një vit më parë në zgjedhjet parlamentare. Nuk jam i sigurt, po unë kam shpresë. Unë them sepse Vleni ja vlen si projekt politik, ja vlen ndonjëherë të falim, të mundohemi gjejmë gjuhën e përbashkët, sepse në fundit është qytetari ai që pson, domethënë ose shpërblehet ose dëmtohet nga disa politika të politikanëve të papërgjegjshëm në momente të caktuara. Edhe për hir të, po them edhe një herë, të një lloj konteksti politik historik këtu, Vleni duhet me çdo kusht të mbijetoj edhe të funksionoj në formën sa më të plot e të mundshme. Në rregull. Një prej tezave tjera që tashmë flitet edhe kahjes që i kanë dhënë përfaqësuesit e Vlenit kësaj situate është se unë po e them shumë troç siç flitet kështu, ndoshta edhe jo direkt në media, Taravari më nuk ka vend në qeveri. Bazë kësaj çarje. Domethënë është deklaratë e zotit Mexhiti, është deklaratë e zotit Kasami, është deklaratë e zotit Ibrahimi. Edhe një kjo qeveri, domethënë megjithatë ka një lloj narracioni antikorrupsion. Pra erdhi me premtimin e ndryshimit. Do të thotë një sistem i kalbur gjithë këtyre viteve edhe u dëshmu fatkeqësisht me Koçanin. Domethënë që një sistem i ndërtuar, a kupton, domethënë mbi rasa të kalbuna edhe vazhdon ka vazhdu deri vonë dhe premtimet, zotimet që pati kjo qeveri bashkë me kryeministrin Mickovski kanë qenë të natyrës ose si ta them të narracionit antikorrupsion.
Dhe te antikorrupsioni, BDI-ja zë vendin kryesor aty. Sepse për X arsye është kursyer edhe nga ndryshimet edhe nga disa masa që janë marrë ta zënë përpara, ta themi kështu. Në qoftë se është dënuar, ndëshkuar një shqiptar për korrupsion, ka qenë ta zënë shqiptari i LSDM-s, kujtun Muhamet Zeqiri, ose një tjetër politikan. Por asnjë politikan i BDI-s nuk është akuzuar, pra nuk është paditur, nuk është arrestuar, nuk është burgosur apo dënuar për korrupsion për këto 20 vjet në sa janë 22 vjet në pushtet. Që është e pamundur. Pra, domethënë ne kemi edhe në Suedi politikanë që dënohen për korrupsion, e nuk pas kemi një politikan i BDI-s që 20 vjet ka qenë 20 sa vjet në pushtet, nuk arritën që ta t'i ngrej një padi kundër korrupsionit. Dhe ky akumulim i korrupsionit në një parti politike, domethënë ishte shumë i dëmshëm, pra një lloj, si ta them, me metaforë, një lloj qelbi që u mblodh për kaq gjatë edhe pezmatoi një shoqëni të tërë. Edhe kjo qeveri, domethënë, u bazu në betejën kundër këtyne kësaj mënyrë të qeverisunit, pra me korrupsion, me rishvete e kështu me radhë, dhe ti pastaj është shumë vështirë që këtë lloj narracioni, ta amnistojsh, si them, fillosh bashkëpunim me këtë lloj subjekti politik, duke qenë në njëkohësisht në taborin tjetër që e bën luftën. Si them, je brenda një subjekti që lufton atë subjekt edhe ti edhe në atë subjekt. Pra është një lloj kontradikte. Është një lloj paradoksi që nuk lejohet, pra është i pamundur të funksionojë, Do të thotë nëse tash sa ju kuptoj, unë do mundohem ta zbërthej, ta dekodoj. Nëse zoti Taravari vendoset të shkojë me ato që ai e proklamon në opinion, se do të shkojë me lista të veçanta, që nuk do të shkojnë me si vlen, që do të dalë edhe vetë, ajo i bie sipas mundohem ta dekodoj atë binjë tuaj, që ai do të bashkëpunojë me BDI-n dhe duhet të vendosë ose në vlen ose në BDI, nuk mund të jetë më në qeveri. Se qeveria është subjekt politik. Qeveria është maja kulmi i politikës. A është biseduar brenda ekzekutivi në teorinë politike është kulmi i një politike. Pra qeveria shpesh barazohet në kulturën anglosaksone, barazohet në shtetin. Pra kur thot ai unë jam shteti, do thot unë jam qeveria. Edhe në kulmin e politikbërjes, siç është qeveria, ti të kesh kështu qëndrime kontradiktore është e pafalshme e papranueshme. Nuk mund të kesh dy qëndrime të kundërta. A keni ju e thekët edhe më herët dhe jemi të vetëdijshëm gjithë për këtë që nuk jeni pjesë e ekzekutivit. Megjithatë, besoj që keni komunikim me partnerët tjerë të qeverisë, me përfaqësuesit e VMRO-s dhe kështu me radhë. A keni biseduar me ato ju si përfaqësues i vlenit ose i vetvendosjes? A do duhet me vendimin që supozohet që do të marrë zoti Taravari të mbetet në qeveri? Cili është mendimi i partnerëve palas Maqedonia këtë rast, VMRO apo kryeministrit Mickovski? Zakonisht informatat për bisedimet me ekzekutivin e domethënë pjesën e VMRO-s i marr kryesisht nga vleni. Kështu që kontaktet e mia nuk kam kontaktet mia që me drejt për drejta me deputetët, natyrisht mund bisedoj me kolegët, por jo me pjesën ekzekutive të VMRO-DPMN-s, por i kam informacione duke biseduar me Izet Meçitin. Dhe çfarë thon ato informacione? Me Bilal Kasamin edhe me Zekën. Çfarë thon ato informacione? Edhe njëherë po them, qeveria është kulmi i politikbërjes dhe edhe ato nuk pranojnë, pra bile ato mund të kenë kontestime më shumë, sepse betejën kryesore në qeveri e zhvillon partia më e madhe në shumicë që është VMRO-DPMN-ja. Unë kur thash narracioni i qeverisë është ky, është narracioni i zotit Mickovski dhe i VMRO-DPMN-s që të luftohet korrupsioni, domethënë në mënyrë pamëshirshme. Dhe në këtë shpjegim po them që është edhe qëndrimi i VMRO-DPMN-s në ekzekutiv mos pranoj brenda shumicës, pra brenda shumicës parlamentare ose brenda në qeverisë, subjekte politike që koketojnë me partinë që ti e lufton
ja lufton aspektin korruptiv të saj. Çka mund të pritet sipas jush në takimin që është caktuar siç informojnë domethënë palët mes Mickovskit dhe Taravarit më 1 maj. Mund të zbusin zemra njëri tjetrit ose tjetrit për të arritur tek. Unë besoj nuk mund ta parashikoj, por unë mendoj që është e pakapërcyeshme, edhe një herë po them. Pakapërcyeshme është ideja e bashkëpunimit të një partnerit koalicionit qeverisës me BDI-n dhe Ali Ahmetin. Është e pakapërcyeshëm. Thjesht jo për inate kështu, por dëmton parimin, pra dëmton platformën, dëmton narracionin, dëmton retorikën politike të kësaj shumice, dëmton, pra e korrupton. Pra, edhe njëherë është korruptim i vetvetes në qoftë se pranon në sofrën e qeverisë subjekte politike që koketojnë, bashkëpunojnë, komunikojnë me partinë kundër cilës ti ke fitu një shumicë edhe një besim të madh qytetar. Tjera çështje të cilat diskutohen tash, vetë faktin i ndoshta asaj që supozohet largimit të zotit Taravari nga qeveria bashkë me grupin e tij parlamentar, do flitet që mund zëvendësohet me një përfaqësues tjetër, me një politik tjetër, me parti politike tjetër që kryesisht rrjedh nga fronti evropian. Përflitet çështja e zotit Sela. A ka komunikime dikush, kush realisht i bën bisedimet me zotin Sela nga? Unë nuk di për që ka bisedime, domethënë me zotin Sela, unë besoj që duhet ketë përpjekje, ma merr mendja, duhet ketë përpjekje sepse në qoftë se janë 5 deputet që do kalojnë në taborin e opozitës, mbase do kërkohet zëvendësimi i tyre, edhe mund të ketë përpjekje me grupe caktuar. Unë besoj që në frontin evropian më siç është thënë, është shpërbës si një lloj koalicioni, domethënë si një tamam tip fronti opozitar. Dhe aty vetë se janë deputet që nuk janë pjesë më të saj, domethënë as formalisht, por janë në mënyrë direkte apo indirekte janë me këtë shumicë, sepse vetë kryeministri Mickovski ka thënë që ne kemi domethënë 80 deputet, 3/4 aty kemi më formalisht, dhe besoj që këto 3/4 i ka me një deputet edhe nga fronti. Edhe besoj që duhet ketë përpjekje për ta... Do ta vazhdojmë këtë pjesë këtu për zotin Sela, mirë po, më shkoj ndërmend dua të pyes diçka. Ju e dini, memoria ime për zhvillimet politike është pak më e hershme për shkak përvojës karrierës. Ju me zotin Sela dhe Taravari keni qenë bashkë në PDSH dhe keni qenë deputeti i PDSH për një kohë më të shkurtër dhe më të qartë. Do t'ju pyes kështu drejt për drejt, edhe pse mund ta keni të vështirë, si ndoshta një shok mik i të dyve, nuk e di si keni raportet. Me cilin është më i mirë bashkëpunimi, me zotin Sela ose me zotin Taravari? Kush është më preciz, kush është më konkret, kush është më i drejt për drejt? Ndash si shok, ndash si politikan. Jo, po unë kam qenë me zotin Sela më afër, me Arbenin, sepse me zotin Sela unë kam qenë edhe në kabinetin e komunë, kryesekretar komunë. Por edhe kemi pas një miqësi deri vonë, por ai pastaj, si e them, miqësisht kam qenë më afër me zotin Sela, politikisht më afër me Arben Taravarin, sepse, por natyrisht unë jam më shumë qenie politike se sa private, dhe më shumë kam preferuar qëndrimet të zotit Taravari se sa të zotit Sela, sepse privatisht është privat, është e ngushtë rrethi, ndërsa politikisht ai mund të përfshi një gamë të madhe të efektit që mund të ketë. Kështu që raportet politike për mua janë më të rëndësishme dhe kanë një lloj prioriteti, një lloj përparësie shumë më të madhe. Domethënë sipas bindjeve të mia, dhe momenti që Arben Taravari bëri vendimin për mua historik shumë të rëndësishëm, edhe tejet moral, në kohën kur ju kërkua
të bëj zgjedhjen mes BDI-s Aliamentit atëherë apo Vlenit këtu, për mua ka qenë, a kupton, një vendim shumë pozitiv, shumë i mirë, edhe i bëri nder politikës shqiptare, që nuk mund të them për zotin Sela që vendosi, a kupton, që ishte krejtësisht e papritur e pabesueshme, që a kupton një figurë që u ndërtu me aq mund. Edhe ne dim që te shqiptarët e Maqedonisë është shumë vështirë të ndërtojnë politikanë të kalibrit të mirë si që ishte zoti Sela, pra ne nuk kemi terren, nuk kemi kontekst social edhe kulturor për të ndërtuar politikanë të niveleve të larta. Pra për shkak të situatës edhe gjeografike, po them sociale, kulturore, edhe politikanë të nivelit të zotit Sela janë shumë të rrallë edhe do jenë edhe në të ardhmen shumë të rrallë edhe shumë vështirë për të formu. Kështu që ta djegësh këtë lloj formati politik, këtë lloj profili politik për pak gjë ka qenë edhe dëm i madh, po edhe pabesueshme edhe jo e kuptueshme. Që kur vendosi të mbaj anë me një subjekt politik me cilin a kupton nuk lanë gjë pa thënë kundër njëri tjetrit. Pa akuzuar, po edhe në vepra konkrete, për shembull 27 prilli ishte ta zëmë një ngjarje pa kapërcyeshme se si u përbi ajo ngjarje, domethënë nuk mund ta kuptoj. Kështu që prandaj po them me Arben Taravarin ka qenë për mua politikisht më mirë, më kollaj, sepse ishte bëri në momentin caktuar bëri vendimin e dur, siç po bën tani gabimin që e bëri zoti Sela në një kohë caktuar. Atë desha ta them, a mund të ndodhet tani ajo e kundërta? Tani edhe një herë pra përsëri, domethënë unë gjykimin do vëj politik, jo mbicor. Kështu që do i gjykoj siç e kam gjykuar zotin Sela, do gjykoj edhe tani kushdo qoftë që bën zgjedhjen e duhur në kontekstin e caktuar, domethënë kohor dhe hapësinor, domethënë sa i përket zgjedhjeve politike, domethënë këto vendimeve politike që merr një njeri. Do të thotë mund vim tash në situatë që, okay, zoti Sela ti falet gabimi edhe ndoshta mund t'i dalë më mirë edhe atij edhe Vlenit, dhe zoti Taravari ta bëj gabimin që i shpëtoi një vit më parë. Dy veta mund bëjnë të njëjtin gabim në kohë të ndryshme. Gabimi është gabim. Në rregull, po duhet mësojmë prej gabimeve. Absolutisht. Dhe shpresoj që gjithë mësojmë. Të kthehem pak aty para se ta bëj këtë pyetje që ishte shumë personale ndaj jush. Kur jemi te grupi parlamentar i Aleancës së zotit Taravari, ju keni komunikim si grup parlamentar, biles të gjithë palët brenda Vlenit flasin për raportet shkëlqyeshme brenda grupit parlamentar. Si janë bindjet e kolegëve deputet që janë nga krahu i zotit Taravari për këto veprime të Aleancës ose ndoshta edhe më individuale të zotit Taravari? Që kjo që ndodhi, domethënë me edhe ta bëjmë më drejt për pyetjen, a ka gjasë të gjithë deputetët të largohen nëse të largohet? Përveç nuk mund të them edhe nuk dua të hyj se janë bën intriga pastaj, kupton, ai ky. Por vërtet grupi parlamentar i Vlenit ka qenë jashtëzakonisht kompakt, miqësor, kemi ndajt bashkë shumë, pra nuk ka ndodhur kur një incident më i vogël. Pra një incident më i vogël nuk ka ndodhur në grupin ton parlamentar. Dhe tani, domethënë, është një lloj çoroditje. Ka një çoroditje. Domethënë, këto ne kishim sot edhe dje, domethënë mbas kësaj që ndodhi, se ishin edhe këto pashkët, domethënë kjo festat. Edhe kishim dje seancë plenare dhe sot seancë plenare, edhe është një lloj çoroditje, domethënë është një. Do të thonë çka ndodh brenda 5 deputetëve të zotit. Është një çoroditje, është një huti, domethënë se janë, si e them, është kjo që ndodhi me Arbenin, domethënë është një lloj rrufen qiell të hapur. Ngadalë nuk është e pashpjegueshme kur merr vesh, domethënë që janë në turbulenca tani thonë edhe ato. Jo, është huti, po them është huti, e shef në sytë e tyre, është një lloj hutie, është një lloj çoroditje se do mbetesh pa orientim. Se ti e din që aty je sepse ka luftu BDI-n edhe për një moment caktuar mund ti merr vesh se lideri yt, domethënë pas biseda apo sekrete me partinë që ti gjithë akutën në vazhdimisht e ke luftuar politikisht. Edhe në gjendjen tonë, konceptin tonë nuk funksionon, se ti je i bindur domethënë ti ke çip,
se ashtu që të luftosh jo BD-n si parti politike, po BD-n si një subjekt i korruptuar, unë absolutisht nuk dua ta generalizoj BD-n, s'është mirë. E kuptoj. Unë mendoj që BD-ja duhet të jetë parti, subjekt politik, i uroj gjithmonë, kam thënë, i uroj një jetë gjatësi në skenën politike, sepse ka një memorie institucionale, është e mirë për taborin shqiptar, por njëkohësisht është mirë të jetë edhe vleni, ose të jetë një subjekt politik që bëjnë një lloj krijojnë edhe një herë po e them dialektike, sepse domethënë që herë njëra herë tjetra edhe ndihmojnë pra kundërshtitë ndaj njëri tjetrit, ndihmojnë domethënë demokraci. Po, ka më shumë demokraci ka një lloj demokracie edhe luftë për të bërë më të mirën. Për të luftuar për më të mirën, për të treguar rezultate më të mira. Edhe kjo i ndihmon qytetarëve, i ndihmon demokracisë, i ndihmon gjithë proceset perfekt. Edhe natyrisht e lufton këtë edhe për një moment caktuar, thot po tani si t'ja bëjmë. Edhe kjo huti është, po jo vetëm te deputetët e Aleancës, po te gjithë. Sepse nuk ka një arsye të madhe që të ndikoj në raportet e brendshme. Është thjesht iracionale, është absurde, surreale, si ta quaj. A jam në ëndër apo nuk, çfarë ndodhi? Duke qenë kaq mirë, duke shku vaj, duke pas një lloj raporti perfekt, duke ndier ka kupton një lloj politike që ka qenë, si e them, e dakorduar edhe e qartë antikorrupsionit, në një moment caktuar, në një ditë me diell, a kupton të bie një rufe, thua tani. Kjo është krijon huti nga të gjitha palët. Jo vetëm te këto të deputetët, por te gjithë grupi parlamentar. Unë ju pyes se e di që unë ju pyeta pak më drejt për drejt, tash nuk u përgjigj drejt për drejt, ti insistoj edhe një herë. Domethënë për shkak se e di që raportet mes juve i kanë vërejt, apo domethënë jam njëri nga gazetarët që më motivojnë ndjek kuvendin edhe në këtë periudhë. Biseda drejt për drejta me deputetët ose deputetet, me zonjat që janë të Aleancës, a janë të gatshme që t'i rrinë stoik zoti Taravari për çdo vendim që ai do ta marrë, qoftë edhe individual apo kanë shprehur në një farë lloj pak kënaqësie që mund mos të jetë në vime me zotin Taravari dhe mos t'i bashkangjiten pastaj. E para, domethënë unë nuk mund të flas në emrin e tyre. E para, e dyta, ne kemi për detyrë t'ju ngasojmë nxjerrim diçka më shumë. Jo, pyetja është në rregull, po edhe përgjigjja ime është. Po, patjetër. E para, pra, nuk mund të flas në emrin e tyre. E dyta, unë nuk do tentoja t'i vë në sprov. Unë personalisht. Pra, unë vazhdoj t'i shoh pjesë të grupit. Pra, nuk dua ta bëj këtë lojë, na kupton, jeme mua, jeme atë. Si e them, në këtë sprov, unë të paktën unë nuk dua ta bëj. Një, domethënë, si karakter, dy si vetëvendosje, pra nuk do si ai fëmijë ai do nonën, ai do babën më shumë. Pra ai do këto, ai je me këtë. Pra nuk dua ta bëj këtë lloj ti ve para një lloj. Mirë, po një porosi ndoshta mund t'ua japësh. Mund t'ua dërgosh publikisht një porosi. Jo, porosien mund t'japën se neve vazhdojmë të komunikojmë. Jemi aty edhe neve flasim, apo thon hapur, unë vazhdoj të kem njësoj raporte me këto të Aleancës për shqiptarët. Një sepse unë jam edhe prej atje kam qenë, po edhe në Vlen nuk ka dhe një qarje, domethënë as të thellë ende, si e them, pra jemi në fazën vërtet e konfuzionit, e hutisë, e çoroditjes, kur ti je në një hapësirë. Kur mendon se përfundoi gjithë kjo? Edhe pastaj në një moment, sikur në një moment caktuar, nuk e di ku është lindja, ku është veriu e jugu perëndimi. Pra, jesin mes një mali ku nuk mund të orientosh, në mes shkretirës. Ashtu, je pa orientim edhe prandaj po them nuk dua t'i vë në sprov deputetët tani ose kolegët e mi me kë je me ata, po kjo porosia ime, këshilla im do të ishte ta zëm. Edhe pse nuk jap këshilla që s'më kërkohet. Sugjerim. Po sugjerim, a kupton të vazhdojnë, a kupton të bëjnë përpjekje për ta zbut situatën, për të mbetë bashkë, ku e di unë, për ta vënë, si të them, edhe për të bisedu me kryetarin e tyne, për t'u sqaruar edhe ç'ishte kjo gjë,
pse në një moment caktuar mund na kupton pa dijen tonë ose ndoshta mund ta kenë ditur, nuk e di. Po. Kemi një lloj bashkëpunim të tillë me Aliamentin. Siç është paralel. Sepse një bashkëpunim i tillë, domethënë tani dëshmon që është shumë më i hershëm se sa oferta me lista të ndara apo me lista të përbashkëta. Pra, listat e ndara të përbashkëta vijnë shumë më vonë se sa nisja e një bashkëpunimi e një komunikimi të Arbenit me Aliamentin. Si mbas jush, sepse shumë rrjedhshëm na ka hecë biseda dhe besoj jemi në fund. Po të pyes kështu më drejt, kur mendon se përfund do të ketë epilog e gjithë kjo situatë? Pavarësisht se si dëshironi që të jetë epilogu, kur mund të ketë një epilog përfundimtar që gjithë energjia mos harxohet në këto gjëra, po të konsumohet, të harxohet për çështje në ekzekutiv. Pra, kjo është vërtet, si e them, vleni edhe pse është bërë një propagandë e jashtëzakonshme kundër Vlenit. Vleni përveç që është një histori e suksesi, domethënë se shpesh është imponu pikpamja edhe retorika e BDI-s nëpërmjet mediave tyne që i kanë pasur, edhe është bërë shpesh krahasime me një lloj qeverisje të mahershme të BDI-s ku ka qenë me Kovacevskin dhe e kanë cilësu Vlenin si një subjekt jashtëzakonisht të dobët në raport me VMRO-n. Unë po them që Vleni ka pas shumë suksese për këto 8-9 muaj qeverisjeje, po për mua suksesi më i madh, suksesi ndër më të mëdhej, është ndërprerja e një politike të dëmshme e identifikume me struktura dhe me figura të korruptuara shqiptare në qeverinë, sidomos këto 20 e sa vite të fundit. Pra, në qoftë se ka bërë Vleni diçka, e ka ndërprer potencialin për t'i bërë dëm qytetarëve të vet, duke e çuar BDI në opozit. BDI-ja edhe një herë, në qoftë se ka pas figura më të rëndësishme në qeveri, shumë më të fuqishme se Vleni, po ta quajmë kushtimisht, i ka pas vetëm për veten e vet edhe për grupe e familjet e veta. Qytetarët shqiptarë, qytetarët e Maqedonisë Veriut nuk kanë pa asnjë hajër nga këto figura, edhe po të marrim kushtimisht si kanë qenë në pozita më të mira se sa që ka tani Vleni. Mund ta vëmë një krahasim me shembuj konkret. Tani po them, në qoftë se ke pas ti, ta them, ministër punëve të jashtme, ministër punëve të brendshme, kryeministër teknik. Në qoftë se marrin kryeministrin teknik për shembull, përveç se e ke djegur letrën e kryeministrit, që ka qenë vetëm teknik, ai kryeministër ushquhet vetëm për disa lëvizje karikature në qeveri, siç është këto dy ministra i hoqin nga pra u shkarkuan, një dy drejtor u shkarkuan, nuk e kositi Barin që i doli atje, shkoi për faqe zes në Tetov te Ministria e Punëve të Brendshme aty te letë njoftimit edhe bëri një gafë të madhe. Pra këta 3-4 gjëra ushquhet ky kryeministër teknik, ndërsa ministri i Punëve të Jashtme ushquhet për bisedime me Bullgarin, me këto e prunin Lavrovin, bëri propozimin 9 pikësh për Kosovën. Pra qytetarët shqiptar nuk ja pan hajrin këtyne figurave, edhe po t'i marrin nominalisht në qeveri, mos flasin për korrupsionin madhor që ushquhet në me këto figura politike. Me Soravine, me Eurovine, ku ka qenë edhe ministri i përzier për punë të jashtme Bujar Osmani. Pra, ne kemi pa vetëm sherrin këtyne figurave politike. Edhe fal këtyne figurave politike, sot BDI-ja, domethënë, është për faqe zez, domethënë me lista zeza. Ne kemi Ramiz Merko në struk. Ramiz Merka deri dje ishte kryetari i Degës i Strugës, tani ka mbi 10 padi penale nga prokuroria e përgjithshme. Ramiz Merka është një nga figurat më të rëndësishme e vazhdon të jetë më të pushtetshme në BDI sot e kësaj dite. Nga BDI thonë se është i distancuar tërësisht. Vazhdon është kryetari i komunës edhe është në çdo ngjarje që ndodh
që e bën BDI-ja në Tiranë Mizmerkun e ke në krye të vendit. Pra, kjo BDI vazhdon me të njëjtat figura të drejtohet. Çfarë mund të Pastaj po them, ndërprerja e kësaj edhe për 9 muaj ne kemi një sër projekte. Po çfarë është bërë për 9 muaj? Për 9 muaj. Që të bëni krahasim. Ne vetëm para 2-3 ditësh ose para një jave kishim one stop shopping. Një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm në bashkëpunim me Kosovën. Ne kemi një fluks të jashtëzakonshëm qytetarëve nga 2 anë që s'ka qenë kur përpara. Kur. Nuk ka pas ky lloj fluksi. Domethënë i qytetarëve, sidomos tani kohën e fundit edhe i maqedonasve që shkojnë në Ferizaje, në Prishtinë, në Kosovë, domethënë që s'ka qenë kur përpara dhe u kurorëzua me projektin One Stop Shop, një projekt që kur s'ka mund ta realizoj BDI-ja dhe LSDM-ja. Unë e di projektin, u përmend projekti. Ka qenë një projekt i nisur e vërtet më herët, po ka qenë njësoj siç ka qenë me 2 kontrolle. Jo me kontroll hyrje. Pra i nisur siç është për momentin me qaftanën. Me qaftanën. Kështu ka qenë edhe vullneti për ta se unë vet kam marr pjesë prej në fillim, prej 2021-shit. Edhe vet kam marr pjesë kam insistuar shumë që ai projekt realizohet, por vullneti ka qenë zero. Dhe çfarë tjetër kemi këtë projektin e korridorit 8 që ka ngec derivon, tani punohet në një intensitet jashtëzakonisht madh. Kemi vetëm tani mbi 400 milionë euro të investuar në këtë korridor, edhe me punë që në majën qershor do kemi lëshimin e segmentit të parë prej 45 kilometrash nga Kërshova për Nohër, dhe deri në fund, deri në 2026 do mendojmë, domethënë kjo qeveri mendon ta përfundojë atë projekt. Kemi rreth 1 miliard euro janë premtuar edhe janë lëvru për projekte të infrastrukturore nëpër komuna, për cilave 300 milion janë në komuna me shumicë shqiptare. Ne mos harrojmë, 20 vjet BDI Alti nuk ke 20 vjet, pra nuk ke asnjë teatr, asnjë stadium, asnjë teren sporti, asnjë objekt kulturor, asnjë objekt sportiv nuk e ke ndërtu. Nuk ka ndërtu një projekt 20 vjet, si ka mundësi? Pra si ka mundësi që ne nuk i shohim këto që projekte madhore në sferën e kulturës, sportit e kështu me radhë nuk janë ndërtuar edhe në komunat ku BDI-ja ka qeverisë. Rreth 300 milionë euro, ndahen nëpër komuna me shumicë shqiptare. Do ketë projekte pafund që siç ka edhe do vazhdoj të ketë nëpër komunat me shumicë shqiptare që nuk kanë qenë përpara. Mos harrojmë kemi projektin e Nën Terezës. Është projekt historik. 35 milionera një projekt i pastër shqiptar. Pra një universitet merr fonde, pra i dedikohen fonde që kanë filluar të bëhen transakcione në këtë kanë filluar, domethënë edhe këto do zgjasin një kohë, po ky projekt do realizohet. 35 milionë euro janë në Universitetin Nën Tereza. Pra mos flasim për punësime që nuk janë bërë në 10 vitet e fundit, BDI-ja nuk i ka bërë këto projekte, këto punësime që do i ketë vlenin në vazhdimsi për një periudhë shumë të shkurtër. Por këto gjëra natyrisht neve pase edhe na akuzojnë që nuk dim ti promovojmë, po edhe mbytemi nga kundër propaganda që na vjen nga BDI-ja edhe nga media që kontrollohen edhe në Shqipëri, po edhe në Kosovë nga kjo forcë politike që është mjeshtër. Domethënë mjeshtri i PR-it dhe i propagandës. Ne vedim që nuk mund të rish pa bërë asnjë projekt edhe mbesish 20 vjet në pushtet, edhe përsëri pretendosh legjitimitet. Pra, shpesh ma kam pa për të madhe deklaratën time, po unë vazhdoj të insistoj të deklaratë që shpesh legitimiteti politik i një partie mund të jetë edhe te ujësielsi apo kanalizimi i Zajazit, që se ka bërë 20 e sa vjetaj. Pra, ti mund marrish votat, sepse por legitimitetin moral politik të mungon sepse asnjë projekt nuk e ke realizuar. Tani po realizohet në Zajaz këto projekte që vet Ali Ahmeti nuk i ka bërë. Edhe në Zajaz. Pra ne punojmë në Zajaz. Që nuk ka punuar 20 e sa vjet. Pra këta janë projekte konkrete, po flas. Janë projekte konkrete. Projekt komunal bën pushteti qendror, dëshironi ta shpjegoni kështu. Janë ose po vinë në bazë të fondeve, në bazë projekteve që vinë përmes fondeve të huaja. Po, Bashkimit Evropian.
Janë kjo huaja që u mor tani që u mor nga qeveria dhe kryesisht kjo hua ju alokohet projekteve që vinë nga komunat. Duke ditë që ne kemi një sistem shumë të decentralizuar dhe komunat nuk kanë kapacitete për të financuar projekte të ndryshme me forca financa vetanake, ato detyrohen domethënë të aplikojnë në buxhetin qendror që e ka në dorë qeveria. Edhe këto projekte pastaj domethënë vinë në qeveri dhe financohen nga fonde të buxhetit qendror. Pra janë fonde të shtetit, po që u dedikohen, u alokohen projekteve që vinë nga vetë komunat. Edhe komunat shqiptare që janë lënë pas dore ka shkot gjatë, edhe pse i kanë pas edhe buxhetin, edhe pushtetin qendror, edhe pushtetin lokal, pra neve nuk kemi pas të 20 vjet asnjë investim madhor. Mos flasim për spitalet. Ne kemi një spital që do e ndërtojmë në Kërçov. Në Kërçovën e Aliametit, në Zajazin e Aliametit, pra nuk është bërë asgjë deri tani, është prit që të vijë vleni, domethënë që të bëj. Nuk do të shaqim ka shtjellën të tema, po edhe këtë pyetje në këtë drejtim të avajt fundit edhe do të vazhdoj edhe me një pyetje për komplet në fund. Kur mund fillohet të ketë aktivitet konkret për ndërtimin e spitalit në Kërçov, sepse është një temë që përdoret çdo cikël zgjedhor. Unë mendoj që janë dy spitale, më duket njëri në Shtip, por nuk jam i sigurt, edhe një tjetri në Kërçov. Pra janë projekte që kanë nisë edhe është më duket një mendimën I kanë përfunduar çështjet procedurale. Nuk jam i sigurt këtu, nuk kam kompetencë ta them sepse nuk e di. Domethënë Kryesoria punohet, ke thënë në drejtim lëvizet. Janë dy projekte, dy spitale, sidomos për mua më ka interesuar i Kërçovës, që besoj që do fillojë ndërtimin shumë shpejt. Zoti Qakov, sepse këtu jemi, si e them, neve jemi këtu prapë do ballafaqohemi me zgjedhjet, do ballafaqohemi me gazetar. Pra është mirë që të thuhem. Gjithë ato regjistrohen. Është ashtu, këto regjistrohen, është mirë që thuhem. Për dua një pyetje tërësisht jashtë kësaj që biseduam, sepse kemi pasur një bisedë shumë esenciale, shumë thelbësore dhe tham shumë detaje që besoj që shikuesit do të mbesin të kënaqur dhe kanë marrë përgjigje për shumë dilema që i kanë pas deri tash. Por dua të pyes një pyetje që është pak jashtë politikës drejt për drejt të brendshme. Ne patëm nderin të kemi ambasadorin zotin Qehaja në intervistë, besoj që e keni parë dhe foli pak më shumë rreth marrëdhënieve të dy vendeve. Kur dihen gjitha paragjykimet rreth palës maqedone dhe palës shqiptare, kur dihen sidomos edhe paragjykimet rreth qasjes ndaj Kosovës, edhe kështu me radhë. Për në fund, për një sqarim tuaj ose një mendim tuaj, si mund vlerësojnë për momentin marrëdhëniet mes qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe qeverisë së Republikës së Kosovës? Unë mund të them lirisht se asnjë s'kan qenë më të mira. Pse? Sepse ka një lloj relaksimi të raporteve mes dy qeverive, sepse edhe një herë zoti Mickovski, kam dëgjuar nga anash, pra ka një lloj admirimi për zotin Kurti si kryeministër, që ka bërë betejën, domethënë shumë të madhe dhe të sinqert kundër korrupsionit, kundër të vjetrës. Edhe në një farë mënyrë e ka admiruar edhe besoj që ka mundësi edhe të jetë përpjekur ta imitoj këto. Edhe dy kryeministra që janë në njëjtën betejë kundër korrupsionit, i cili nuk njeh etni dhe fe dhe komp, unë besoj që i ka bërë bashk. Unë mund të them ta zëm me miqësitë që kam me ministrat e lëvizjes së vendosjes atje, ta zëm me zotin Xhelal Sfeçla, do të thotë krijimi i mes dy shteteve nuk ka qenë asnjëherë më shumë i luftuar sa tani, sepse të dy palët kanë vullnet madh për të luftuar krimin e organizuar. Dhe kjo është çështja kryesore që i bashkon. Kjo i bashkon sepse është shumë vështirë kur nga njëna palë ti ke një vullnet për të luftuar krimin e organizuar, nga pala tjetër ke një vullnet që ta e mbron. Sepse ne e dim shpesh krimi i organizuar, akton korrupsioni edhe mbrohet edhe stimulohet edhe ruhet nga patronati i qeverive. Aktualisht kemi dy qeveri që të dyja janë të pozicionuara kundër korrupsionit edhe kundër
këtyre dukurive të dëmshme që i dëmtojnë dy vendet vetë, por edhe vendet bashkë. Edhe kjo besoj i ka bashku në ide, i ka bashku në koncept, edhe i ka bërë që të më shumë të orientohen nga zhvillimi ekonomik e social e kulturor, sesa nga lufta, domethënë, e pa qenë siç ka qenë përpara. Unë e thash edhe një herë, përpara në kohën e Gruevskit, pra një kompani e bllokoi kufirin për javë të tëra, domethënë, e tani neve kemi një zhvillkim total të kufirit, sepse kemi, për shembull, është e habitshme që kur e dëgjon që ka mbi 4 milion qarkullim në hyrje dalje në një kufi, kjo është e jashtëzakonshme. Kufiri Kosovë në Blac ka qarkullim të makinave më shumë se sa gjithë vendkalimit kufitare marrë bashkë në gjithë vendin. Kjo është potencial ekonomik, kulturor në shumë jashtëzakonshëm. Edhe ti të kesh dy qeveri që kanë, domethënë, një lloj bashkëpunimi të shëndosh në aspektin e ekonomisë, edhe të kulturës, edhe social, është ku ta gjesh kur i ke sidomos fqinj. Ne vazhdojmë pra të insistojmë që të ndërtohet përveç korridorit 8 me intensitet jashtëzakonshëm, që natyrisht lidh edhe Prishtinën, Shkupin me qafthanën atje, por insistojmë të ndërtojmë gjithashtu rrugën Tetov-Prizren dhe ta kryjmë edhe këtë pjesën e 12 km që ka nis nga 2009. Ka nis pra ideja për ta bërë këto 12 km, edhe këto s'po i bëjnë. Pra në fund të mandatit, pra mendojmë që ta mbyllim edhe këtë pjesë. Pra këta bëhen vetëm kur kemi raporte miqësore të shëndosha midis dy qeverive. Edhe vizion të njëjtë, thoj se do. Absolutisht, të përfaqësuesit udhëheqësit shtetëror. Do të çako për në fund, cila do të ishte porosia juaj për gjithë ato që na ndjekin? Qoftë edhe ndaj subjekteve politike, qoftë edhe ndaj qytetarëve, thjesht për në fund një porosi është kjo hapësira tradicionale që e lëm podcastit. Unë ndaj që porosia ime qytetarët do të jenë më aktiv politikisht, do të jenë më aktiv. Porosia ime është që qytetarët të angazhohen në për parti politike, në për subjekte politike, organizata politike, në për organizata të ndryshme, sepse vetëm si pjesë e një organizate, çfarë do qoftë ajo, qoftë subjekt politik, parti politike, mund të ketë efektin shumë më të madh social dhe politik në vend. Unë falenderoj për kohën, falenderoj për bisedën, besoj që me të vërtet ishim shumë çështje, në gjitha çështjet që i trajtuam, thoj se ishim shumë konkret, edhe besoj që qytetarët do të mbesin të kënaqur nga ajo që ju e dhat. Për ne si gazetar mos priti që të mbesim të kënaqur. Se ne gjithmonë i kërkojmë më më. Shpresoj të jetë kështu, faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe. Jo, shpresoj që do shihemi përsëri së shpejti. Ndërsa juve miq të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët, shihemi në Pik Podcastin e radhës.